Akshi në letra ngjan bukur Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, që kryeministri ynë na e shiti si Shqipëria Digjitale, që nga krijimi i saj plot 780 milion euro ja menaxhuar nga ky institucion. Një hetim i SPAK i kushtëzuar nga dosja të ardhura gjysmë të gatshme nga Italia dhe Gjermania detyroi prokurorin të futej pak më fell. Dhe ajo që ka gjetur deri më tani ngjan zbulimeve arkeologjike, korrupsion, lidhje direkte me pushtetin me Hajnin, por mbi të gjitha dëmin që i ka sjellë sigurisë kombëtare në një dosje të përmbledhur me 207 faqe. Linda drejtoreshe Ramës, Milinda Kaçanaj, hynte ditët tek zyrat e gysit të Ramës, duke përfshirë në afera të frikshme. Aty përcaktoheshin fituesin, aty shtoheshin vlerat dhe aty vendosej se çdo biznesmen në fushën e teknologjisë që ankoi tek Akshi dhe KPP merrej peng, kërcënoi dhe detyroi të tërhiqte ankimimet. Kjo dosje është sot zjarri që po përcëllon vetë kryeministrin, pasi nëse SPAK e ka seriozisht dhe futet pak më fell, qartësisht do të dali se kontrolli i tendrave të Akshit kishte lidhje të shkurtër në rrugën Vajti-Ardhje, Tiranë-Surrel. Dy personazhet e kamufluar si biznesmen Ergys Agazi dhe Ermal Beqiri janë arati dhe arsyeja se pse nuk janë arrestuar, nuk ka nevojë për kalem, e aq më pak përmend. Akshi Ramës është agjenci kap shye edhe ik. Duke lënë pas krim dhe varfëri në vend ku një familje merr ndihmë ekonomike 4600 lekë në muaj, e ndërsa tenderi i Akshit të madh për përmirësimin e sistemit të ndihmës ekonomike kushtoi rreth 226 milion lekë të reja. Deri tani është kuptuar se Akshi u kthye në agjencinë e shqyrjes së taksave shqiptare.